Përshëndetje hoq, thot, a ka në i shpjegim pse njerëzit të shkelin në këmbë ose këpuc? Përshëndetje, shpjegimi i vetëm është se ata nuk të shohin edhe gabimisht shkelin këpucën. Edhe e dyta, ti duhesh pastaj me shku edhe me pastruat këpuc që ta kanë shkel. E në aspektin fetar, s'ka asgjë nga ky veprim. Se e di që shkon mendja sikurse shumë njerëzve që a ka mundësi këta me shkel pastaj në fakën time, në riskun tim, me ma marr të ardhmen time, mirësit e së ardhmes. Krejt këto janë gabim. Janë gabim. Janë të pavërteta. Prandaj, mos e lidh besimin tanë, mos e prish imanin tanë, mos hyn mëkat, duke mendu se po të shkeli dikush në këpuc, edhe ka me ta marr riskun. Thjesht është gjë që ndodh, edhe asgjë askujt.